E keni pa që është në thonjza, dhe më thonë si një fjalë, me sarkazëm e përdorur, është bisedë me miq, tani kërkoj falje, po pa tjetër është hyrje e privatësisë. E keni pa që është në thonjza, dhe më thonë si një fjalë, me sarkazëm e përdorur, e që thjesht nënkupton se edhe në mungesë të opozitës, deputetët e mazhorancës do të bëjnë votimin sipas rregullave dhe procedurave, e dëgjuat edhe tash kryeparlamentaren, ushtruesin e detyrës presidentes, e cila gjithashtu edhe një herë konfirmoi se vetëm një deputet ka kërkuar leje që mund të mungojë në seancë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Edhe një herë po e përmendi që thonjzat janë ato që nuk mund ta konsideroni që është dhënë një epitet, është bisedë mes miq dhe është me sarkazëm i përdorur, mirë por nuk ka të bëjë me seriozitetin e procesit as me gjëra të tjera. Festa e Gëzimit gjithmonë paqe, që i bie se kanë qenë duke e anuluar një termin i paraplanifikuar për një fest, një mikut, 2 javë më parë s'pako. Dhe thjesht i kam thonë se seancat e pa planifikuara zgjatën më shumë dhe se nuk mund të jem pjesë e ahengut edhe ta ndaj Gëzimin me te. Nëse diskutohet, unë jam i gatshëm edhe kisha ndërmend që të kërkoj falje, tani kërkoj falje me qenë se u ndala këtu para jush, para publikut, nëse këdo qoftë ka mundur ta lëndoj, qoftë individin, procesin apo institucionin, ajo fjalë që është përdorur.